الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين على رسولنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë, Allahun e madhrojmë dhe prej tij falje dhe rahmet kërkojmë. E lutim Allahun e madh që Allahu adhurimet tona Allahu t'i pranon ya Rabbel Alamin. Pastaj i çojmë salat dhe selam me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati i pranishëm, në këtë ligjërat të sodit, në këtë ditë të Ramazanit, e lutim Allahun që Allahu të na begaton me mirësitë e tij dhe të na hap zemrat tona dhe të shërojmë zemrat tona me fjalët e Zotit. Nuk ka sen që e kënaq zemrën më shumë se fjala e Allahut, dhe nuk ka sen që e udhëzon zemrën më shumë se udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa ne e kemi piksënimin më të lartë që në zemrën tonë me mush me Kur'an dhe me fjalët e Zotit, dhe me mush zemrën tonë me udhëzim të pejgamberit alayhis salam, atëherë i kije zemrën e shnosh dhe të mirë. Na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kuptim të hadithit, ela inna fil jasadi mudgha. Është një pjesë e mishit në trupin e njeriut, idha saluhat, nëse ajo rregullohet, saluhat jasadu kullu, rregullohet i gjithë trupi. Ndërsa nëse prishet që ajo pjesë e mishit në trupin e njeriut, ka mu prish trupi gjithë. Ela wahiya al-qalb, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është zemra. Ne gjithë që kemi ardhur në xhami dhe që e madhrojmë Allahun, ne gjithë që agjerojmë dhe falemi namaz, na gjithë që i bëjnë punë të mira, i bëjnë me një piksënim me rujt zemrën, edhe me ushqy zemrën. E para, me ushqy me iman, me ushqy me ibadet, me ushqy me frikë respekt, me ushqy me shpresë tek Zoti, dhe çdo sen fillon prej zemrës. Dhe kjo fe ka startu me devotshmërinë, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, et-taqwa ha huna, devotshmëria është këtu. Prandaj stacioni më i mirë i muslimanëve për me rujt zemrën dhe me mush me energji të imanit është që ky muj, e sidomos 10 që i fundit. E sidomos 10 që i fundit. Janë netët më të dashurat e Zotit. Janë netët ku sipas shumicës së dietarëve të Ahlus Sunnetit ka zbritur Kur'ani, kur zemrat janë kanë të rësume për mi ndriçu. Po sot do ne po du me fol zemra që largohet nga Zoti, zemra që largohet nga Zoti. Allah i ta ka dhënë zemrën, ti ja largon zemrën tënde pi Allahit. Për shembull, mos përmendja e Zotit është largimi i zemrës prej Zotit. Mos leximi dhe mos dëgjimi i Kur'anit është largimi i zemrës tënde nga Zoti. Bile, largimi prej fukarave dhe prej të smundve është largimi i zemrës tënde prej Allahut. Dikush mund të thonë çysh be hoç? Po nëse largohesh prej fukarave, në kuptim të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Kiametit Allahu i thotë robërve, o robi jam, pse nuk erdhe më vizitu? Kur unë isha i smut. Allah është i smut? Jo. Allah është fukara? Jo. Allah është i pasur. Allah është i gjithdijshëm, është i gjithmundshëm. Por Allahu thotë, pse nuk erdhe te i smuti, se unë isha aty. Allahu thotë, pse nuk erdhe te fukaraja, se unë isha aty. Prandaj gjitha urdhnat në Kur'an dhe në Sunnet janë për më ta majt gjallë, për më ta gjallëru zemrën tënde, edhe më kanë afër Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk ka mirësi më të madhe se zemrën tënde më ia dedikua Allahut. Prandaj hadithin që e potencova, se është një copë mishi në trupin e njeriut, nëse prishet krejt, nëse ndreqet krejt. Atëherë unë do të flas në fillim disa nga zemra
që largohen nga Zoti? Kush janë zemrat që largohen prej Allahut? Dhe cilat janë zemrat që janë afër Allahut? Zemrat që largohen prej Zotit janë zemrat që ka ardhur në kuptim të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë ata që bojnë gjunahe të vazhdueshme. Për shembull, je musliman, e ke thënë shahadetin dhe e ke instalu imanin dritën në zemër. Ama sot e ke bën një gjuna, nesër i bën 2 gjunahe, mas nesër i bën 3 gjunahe, rregulli është, më men, kur njeriu nuk ja ka nis me pi alkool me një burë, po ja ka nis pak, veç provoj. Kur kush nuk ja ka nis pak, hajde veç pak cigare, masane 2-tën, masane 3-tën, masane 5 paqeta dhe si dalë. Dikush ja ka nis pak me vjedh, ta në maja ka nis edhe shumë. Do thot, dikush ja ka nis pak me bozullum, ta në ka nis shumë. Çka është me rëndësi? Shejtani ka qef, njëherë më ta minimizu me thonë se s'është kur gjanë që kja. E hadithi është, gjunahet, një gjuna është një pikë e zesë. E ban një gjuna sot, gjenja, masnesërnja, edhe shkon ty shtu, kur e pash një ditë, kur ta shofsh zemrën e ki zerën, e ki zift. Qatë dritë, e kom lu me qka, e prandaj ka thonë ulemaja, e dhulumatun jomel qiyame, padritësia, po dhe gjunahi, është errësirë në zemrën tënde. Nuk ka sen që ta erëson në zemrën se sa gjunahi. Prandaj, zemrat që largohen nga Zoti janë zemrat të mbos gjunaheve që i ki qaq larg Zotit ti. E Ramazani nuk është me qenë larg Zotit, është afër Zotit me qenë. Ramazani nuk është muaj i gjunaheve, është muaj i sevapeve dhe veprave të mira me bë. Prandaj çdo gjuna, thot pejgamberi sa është pikë e zezë derisa ajo të erësohet total. Allah i na ruaj zemrat tona ya rabbel alamin. E dyta, kur njeriu është inshigal i zant me gjunahe, atëherë nuk ka kohë me përmend Zotin. Largimi nga përkujtimi i Zotit, mos falja, mos leximi i Kuranit, mos lutja e bëjnë zemrën e fortë dhe e bëjnë zemrën e errësuar dhe larg Zotit është. S'mund më kanë një haxhi, një xhamatli, një vllai jam, një djalë i ri, i cili vjen agjeron, lexon Kur'an, ngon nasihat, me dikani i cili s'ka lidhje as veshi me Kur'an, e as zemra me meditim rreth madhnisë së Allahut, e as balli me sejdë dhe më kanë nisoj te Zoti. Njëri është afër Allahut, tjetri është larg Allahut. Çka thot Zoti në Kur'an? Wasjudu waqtarib. Afër Zotit je kur ti i ban sejdë Allahut me trup, jo. Me trup po ti i ban Allahut edhe me zemër sejdë, i ban ruku, me ruku i ban sejdë Allahut. I ban me zemër, i ban me gjuhë, i ban me trup, i ban edhe me zemër. Ja yuhalladhina amanu rka'u wasjudu. O ju që keni besuar Allahun, bani ruku dhe bani sejdë Allahut me sejdë, me trup dhe me zemër. E ban edhe me gjuhë. Kjo zemër e pastron atë ziftin, atë errësirën nga zemra. Edhe kjo zemër e cila largohet prej Kur'anit, prej dhikrit, prej namazit, prej ibadeteve në përgjithësi, se gjunahet nuk e lën, ja hupin lezetin e ibadetit, ai nuk e shijon. Atëherë largohet dhe kjo zemër është larg Zotit. Njerëzit që nuk e madhrojnë Allahun, nuk e lexojnë Kur'anin, nuk bëjnë lutje, janë larg Zotit. Zemrat e tyre janë larg Zotit. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idha sa'alaka, kur të pyetemi, na e lutni Zotin apo? Çka thot Allahu? Fa inni qarib. Allahu është afër. Atëherë zemra jote është afër Zotit se e lut Zotin. Ama ai zemër që nuk e lut Zotin, ai është larg. Edhe çka e ka privu veten për mos me lut Zotin, naudhubillah. Andaj jemi të krijuar për me lut Allahun subhanahu wa taala. Prandaj larg Zotit janë gjunaqar, larg Zotit zemrat e njerëzve janë larg Zotit ata që nuk e madhrojnë, nuk e bëjnë ibadet Allahit, Kur'an, dhikr, dua, istighfar, namaz. E treta, larg Zotit janë munafikat, hipokrit. Çka do të thonë hipokrit? Do me thonë, ka njerë që thojnë e dojna Zotin me gjumë, ama asë një punë për Allahin nuk e banë. Flet diçka tjetër, mendon diçka tjetër, e vepron diçka tjetër.
Prandaj imani është me thonë atë çka e beson, me pas në krye dhe në zemër në bindje atë çka e beson, dhe me pas në vepër atë çka e beson. Ç'ka është iman? Ç'ka është me rujt zemrën? E na nuk jena hipokrit apo munafika. E zemra e munafikit bëhat që don dhe është bë Abdullah ibn Seluli që e don pejgamberin alayhis salam, pa e ka bë fitnën më të madhe në atë kohë. Edhe na keni Abdullah ibn Selula të shekullit 21 që thonë se e dojnë Zotin, ama ata të vrojnë thikë mbas shpinë dhe vazhdimisht pse zemrat i kanë tërësum, ato e larg Zotit. Allahu nuk i don munafikët. Allahu nuk i don hipokritët. Prandaj esenca e zemrës është me rujt prej nifakit, prej dyftyrësisë, me thonë diçka, me besu diçka. Gjunahi i katërt që errëson zemrën dhe janë zemrat larg Zotit, janë zemrat të cilët kanë kibër, kanë urrejtje, kanë hased, dhe janë larg Zotit, ato janë zemrat më të helmume të njerëzve. Ajo që ka kibër dhe ka hased nuk mund me hinë xhennet. Ka thënë Allahu në Kur'an, inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allahu nuk i don kibërlit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për hasedin, e cila i han është errësirë në zemër dhe e djeg zemrën, edhe është larg Zotit zemra hasedxhit që ka hased, është sikur zjarmi që i dhez drunt, çashtu e dhez zemrën e kallë zemrën hasedit. E Allahu nuk i don zemrat e kallëta për hasedit. E pesta, dashuria shumë e madhe e dynjas. Zemra sikur një enë. Një bardak i ka 300 mg. Edhe e mush 300 mg. A ka mundësi dikush me logjikë me thonë mundesh me shti 500, nuk mundet. Edhe zemra është enë. Nëse e mbush me dashuritë Allahut, e mush me iman, e mush me dhikr, me istighfar, nuk ka vend për diçka tjetër, për pislëk, as për hased, as për kibër, ama as për dashurinë ndaj shumë dynjas. Ama nëse e mush zemrën full veç me dynja, atër s'ki vend në enën e zemrës me shti diçka. Çka thojna? Karunia ka dasht Allahin e dynjan, shkurt, e ka dasht dynjan. Allah ja jada dynjan, jada shumë. Allah ja jamur ata dhe pasurin e përbiu toka. Pse? Se a i bani konakta une. Unë jam maj forti, unë jam maj pasur, unë jam maj fuqishmi. Allah e shkatëraj. A i haraj që Allah e është i pasur. Allah jamur krejt pse ishte i smut në zemrën e ti. Ti munsh me pas gjepin plot, a mos zemrën e smut. Në ditë kiameti nuk të ban dobi as malli as evladi, illa menet Allah bi kalbin selim, vetë se zemra e pastër. Prandaj dashuria për dynjan e bën njeriu mi bën konak. Me mush zemrën enën tonë, zemrën tonë veç me dynja me haru ahiretin. Atëherë kjo zemër është larg Allahut. Allahu na rujt ya rabbel alamin. Zemrat shkurt afër Zotit janë zemrat që e madhrojnë Allahun, i bëjnë sejdë. Zemrat afër Allahut janë shka pendohen te Zoti. Dhe zemrat mas afërt janë afër Allahut ata që e përmendin e bëjnë dhikr Allahun. Jam të përmend 3 prej shumë ibadeteve. Pse sejdën, pse pendimin dhe pse kathrat o dhikr, se nuk mundesh me pas zemrën tamam, ajo zemër e cila nuk pendohet te Allahu. Nuk mund më kanë zemra e shnosh, po hoxhën e kam zemrën e pastër, ma valla në xhami nuk shkoj. Kjo është mashtrim, kjo rren. Shumë njerëz thojnë, unë e kam zemrën e pastër, nuk shkoj në xhami. Ti e ki zemrën më të fllëç që nuk shkon mu fal në xhami. Ti e ki zemrën më të zezë dhe më të shkatëruar që nuk falesh. O vëllezër, njerëzit i bëjnë budës ibadet, lopës një ndi, dikush dillit. Allahu ty të ka bë musliman, ti thunë besoj Allahin dhe nuk i baj sejdë Zotit. Çfarë besimi është ai unë besoj Allahin pas sejdë? Çfarë zemre ki ti që jeton pas sejdë? S'mund më kon tamam. Prandaj larg Zotit ti që je larg sejdës. Wasjudu waqtarib, ban sejdë je afër Zotit. E mush me dashuri, me shpresë, e kënaq, e shnosh zemrën. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatim khashiyun. Shpëtum, po garanton Allahu ty dhe zemrën tënde
Kanë shpëtu besimtar që e falin namazin me një kusht, me frikë dhe respekt për hir të Zotit. Leçi ka thonë mu fal, ka thonë me frikë dhe respekt, jo me formalitet. E ai hiç nuk falet, valla unë kam zemrën e mirë. Piku e mora atë zhigin ti me thonë se unë kam zemrën e mirë, hiç se ki zemrën e mirë. Edhe nuk ban mi thonë njeriut, e kam përmend derset e hershme, nuk ban mi thonë një njeriu që nuk falet është njeri mirë, nuk mund mu koni mirë, ai që ka tradhton Allah dhe pejgamber. Ato janë smut. Mase s'ka kohë ju për ul Zotit. Edhe mu pendu, edhe me bë dhikr Allahun, këto janë 3 filtrat që e dëshmojnë dashurinë dhe bindjen se ti e don Zotin. Ai që nuk pendohet, wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun. Ata që nuk pendohen, ata janë fasikat, prishur. La yadhkuruna Allaha illa qalila. Munafiqët janë që nuk e përmendin Allah veç para insanëve. Allahun dush me përmend shumë për me filtru zemrën, filteri zemrës është kathratu dhikr. Tobja dhe namazi janë këto 3 kyç, këto ibadete. Do ta përfundoj, do të mundona ta rrumullakoj me një fjalë të Hasan al-Basrijes rahimahullah. Këtë në tema që duhet po tam sqarohen shumë se njerëzit nuk kanë shumë telashe sot. Telashet më të mëdha të njerëzve janë kuptimi i fesë me zemër. Me ushqy kuptimin e ibadeteve të zemrës. Ka thënë Hasan al-Basrija rahimahullah, 6 sene e prishin njeriun. Zemrën e njerit, ndo gjë me vëmendje. Na këtë kina gjuna, Allah i na falë. Ama një gjuna me bon, sa të shkruat? Një. Me bon një të mirë, sa të bon? 10. Atër ka thonë, me bon gjuna me qëllim se unë kam u pendu, nuk ban. Është zemër e prishur, një zemër, e cila thot ka me bon gjunahin, e pastaj kam u pendu, kush të garanton ty si kam u pendu? Nuk ban ja dhon këtë komoditet me ja parapri, po Allah i fal, Allah i don pendust, po nuk ban me thonë unë kam me bon një herë gjunahe, ta na kam u pendu. Po nëse ke bon gjunahe, pendojo. Ama jo pi para vaktit, unë kam me thonë, kam me bon një herë gjunahe, e masane kam u pendu. Kush të garanton që kam u pendu? Se shejtani ta ban ta amel qatë gjuna. E ta na dytin, e ta na tretin, edhe thot hajtë se ka vakt. Që kjo hajtë se ka vakt mu pendu, kjo është fjale shejtani. Prolongimi i pendimit, me vënu pendimin, tobën është obligim me një herë, është gjuna në veti, veç me prolongu tobën është gjuna. Kush garanton ti? Allah e qanë me lafën, sot jenë 3 kanë vdekë pa diagnozë. Dhe sot njerë smut, ka 10 vjetë në shtrat kanë me të gjallë. Kush garanton ty se nesër je gjallë? Kush garanton ty se ti ki me bo tobë dhe istikfar? Rëndaj, zemra e prisht është i cili i jep anmesti veti, ka me bo gjuna. Ama minjar kam. Masanina ma vonë. Në tadën, kam vakt. Unë kam 30 vjetë, 40, kam me bë gjinohë. 70 vjetë kam me bë tobe istikfar. S'ka garancë në tobe. Prandaj gjuha ma i mirë është gjuha që pendohet në sabah dhe aksham, vazhdimisht. Allah i në bëf nga ta. Hasan al-Basrija thot pika e dytë, zemrat e smuta që prishen, më të prishtat janë ata zemrat që kanë dituri dhe nuk punojnë me ta. Para mendoj një doktor, e ka njohuri medicinën, e një fëmijë, është chirurgi mirë, e ka pacientin karshe, ka dituria më nuk punon. Ama një hoxhë e din hakin, e din Kuranin dhe Sunetin, ama nuk i thret njerëzin punë të hajrit. Çka i thojnë atij? Shejtan nem. Nuk punon. Nëse nuk punon me diturinë që e ki, ti ki përgjegjësi dhe ti je smut në zemër. Unë di me ndrejt buk, janë të vdek njerëz dhe mos ndrejt buk, ama dije. Po çka pse di? Çka ka dobi dituria jote pa punë? Çka ka medicina jote, doktorollogi jot nëse ti nuk i shnosh njerëzit? Çka ka fajde dituria jote e fakultetit e magistraturës, edhe mësues, edhe profesor, në të cilët ti nuk i mëson fëmijët dhe nxënësat. Ti je smut. Ti ke zemrën e smut. Prandaj këtë profesione çka janë? Po flas ata që kanë dituri janë smut nëse nuk veprojnë mbas diturisë që kanë. Allahu na ka privilegju, dikush hoxh, dikush doktor, dikush mjeshtër, dikush ekspert, dikush inxhinier, që ne të jemi në kontrim. Zemrat e smuta janë që kanë teori, kanë dituri, s'kan praks. Feja nuk është teori, feja është përjetim, është vepër, më shumë se teori. Nëse punon elementi tjetër me radhë, Hasan al-Basrija ka thënë,
se zemrat të cilët punojnë për nuk kanë sinceritet. Ja, ne kena arë në xhami, kena arë në ders për hir të Zotit. Veç më na shpërbly Allahun, që këtë e kam unë. Unë jam të folë, ju jeni të ngu veç për më na shpërbly Allahi. Na agjerojmë, më na shpërbly Allahi. Ama këtë këto puni bajna lillahi rabbil alamin. Kul inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, o Muhammed umetit, se namazi, kurbani, jeta dhe vdekja janë lillahi rabbil alamin. Vetëm për hir të Allahut, me sinqeritet, veç për Allah, për kërkan se bajna. Namazin nuk e falin për sy e fatësit njerëzve. Sadakan, zeqati nuk e apin më na pa këtë dynjaja. Ndimën që apë, ja, veç për Allahun tonë. E nëse punon edhe ki sinceritet e ki zemrën e pastër, të kundërtën. Edhe nëse punon, po nuk e ban për Allah, atër je smuta për zemër. Për zemrave të smuta, të Hasan al-Basria, rahimahullah, shenjave të zemrave të smuta është, njeriu ushqehet nga mirësitë e Zotit. Sa të mira na ka dhënë Allahu, o xhamat. Edhe nuk dimi thonë Allahut, elhamdulillah. S'ka zemër më e smutë se ajo e cila nuk e falendron, nuk i ban hamd Allahut. Do të mi bë hamd Allahut për udhëzim, do të mi bë hamd Allahut për shnet, do të mi bë hamd Allahut që na ka mësuar me agjeru, do të mi bë hamd Allahut që na ka thënë hoxhallar, hafizllar, Kur'an, sunnet, do të mi bë hamd Allahut për shumë mirësi. Zemra më e poshtër është zemra e cila nuk i thot Allahut elhamdulillah. Elhamdulillah, fillim Kur'an. Elhamdulillah, namaz. Si ki punt, elhamdulillah. Adem a.s. elhamdulillah. Kur teshtu, elhamdulillah. Si ki halat, elhamdulillah. Ku ka gjumë dhe zemër më e mirë se e cila i thotë Allahut, elhamdulillah. Allahu na boft nga ata. Zemra e kundërt, ato që nuk thojnë Allahut, elhamdulillah, e kanë zemrat e prishura. Edhe pika tjetër është, nuk naqesh me kaderin e Zotit. Kur gjatë Allah i bashmu, zemrat e prishur janë që janë kundërshtim me kaderin e Allahut, me kënaqësitë e Zotit që i ka përcaktuar në këtë dynjë për ty. Nuk i dim na kum shefet urtësit. A halamat smut janë ata që shkojnë te vorrët, e përcjell babën, dikush ja gron duhan, dikush muhabet, edhe harron që ka me shtin. Përpara, kur kanë shkuar te vorrët kanë nejt shumë më edukat. Janë trishtu tash. Tash kur shkojnë te pidokët sikur na hengë me shku te vorrët. Zemra e smut nuk ngjallet edhe ty e te pa të shti babën, vllavin, marrë ty ka më të shti nesër, veten ka më shti dikush nesër, mu ka më shti dikush nda. Edhe nuk trishtohet zemra për te vorri nuk trishtohesh, po tërti zemrën e dekt e kije. Ajo zemra e cila nuk ringjallet, në momentin se ti atë të punu zemra për mi dhej, nesër ki me hinë në rdhej, ti atër që ajo zemrë është e vdekt, se nuk ka ndjenjë imani. Nuk ka ndjenjë në ahireti, se kjo dynjat është ditë caktuar, 60 deri në 70, kemë dek edhe ti adhon. Ku i kemi vorrët? Ku janë baballarët e tonë, gjyshallarët e tonë, sahabët, pejgamberët e Zotit, këtë në varr, pse ti ku do me çu? Ku do me shku ti? Dikun çetara. Çaj varr dy çeshet. Baçë xhenetit, dropë xhenemit. Atëherë me zemër të zez nuk mund mu kanë baçë xhenetit. Po me zemër të bardhë është baçë xhenetit. Atëherë nëse edhe te vorrët nuk ringjall, nuk shkon menja pak me hekat plonin atë errësirën, e ki e gabim. Një djalë i ri një ditë prej ditëve, edhe po mundohemi me përfunduar se zgjatëm sot. Ka bë krim, kit, plot kemi na. E kam thonë me bë gjuna, është gjuna, dhe është një pikë e zezë. Po me dyshun faljen e Zotit është gjunahi më i madh. Një djalë pas ka bë shumë gjunahe. Alkohol po, drog po, krejt po, edhe policia e ngan. Edhe hik një prej qyteteve dikun, ku me hik hin xhami. Kur hin xhami rastësisht e shehoj, e ngon hoxhën. Tu fol për tobën, tu fol për dhikrin, tu fol për istikfarin, ja nis. Ka dal, dikun 1 vjet e gjysë ja nis me studiu rreth çesaj. Ama çaj moment i krimit edhe i hikmës, ku me shku në shtëpitë Zotit, që aty ka gjetë falje, ka hi. Edhe bëhat shkak që aju të Zotit. Ja nis mi hek që ato pikat e zeza, një ka një. E ka hek rakien, e ka hek alkoholin, e ka hek drogën, e ka hek pislëkin, e ka hek... Ama, e di që ma i mirë. Se që kysh ka e ka përjetu që këtë rësirja ka njës tjertë mi thirë, dhe i ka kalzu eksperiencë. Edhe ka thirë një gjallë, atë unë e këm ka përsi këtë punë. Kjo të qënë gjahnem, kjo të atrishton zemrën, kjo të atrishton mendjen. Ja ka njës me bonda vetë, edhe është bon një për i djembe që ka pas një ndikim shoqëri që i ka nëzjerë njerëzit, ose u shmundu faktikisht me ja u hek ato pikat e zeza në zemrat e njerëzve.
Nuk ka diçka të pamundur për Allahun. Ka pas njerëz që kanë luftuar kundër sahabëve të pejgamberit alayhis salam. E kanë pranuar Islamin, ka bërë tobe dhe ka vazhduar. Nuk është vonë. Nuk bën me thonë se unë jam gjinaqar dhe jam xhehenemli. Jo. Na apet nuk duhet asnjëherë me humb shpresën. Zemra mund të errësohet me gjunahe, por nuk ka mundësi mos mund ndriçu me tobe dhe istighfar. Ma në mend këtë fjalë. Këtë tash ka e thash, nuk po du me mbjell pesimizëm. Nëse na kena gjunahe krejt, dikush më shumë, dikush më pak, e gjunahet ko kanë errësirë në zemër, drita është tobja dhe istighfari në zemrën tënde. Hajde të bojnë atë tobe dhe istighfar. Çka tha Aisha radiallahu anha për pejgamberit, çka kërkojnë 10 e funit, nëse zatet mi natën e Kadrit. Natë Kadrit s'ka pas asnjë ummet. Tha thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e don faljen, na fal o Zot. Shumica e dietarëve kanë thënë se nuk ka sen që rrotllon më shpejt se zemra. E ke pa, ka njerë dikush kesh, për një moment kanë. Për një moment menon keq, për një moment menon mirë, zemra e çon. Prandaj elementi i zemrës rrotllon. Do të më thonë Allahut, ja muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. O ti rrotulluesi zemrave, rrotulloje zemrën tonë në rrugën tonë ose në hak në fenë tonë. Allahu i rrotullon zemrat tona në rrugën e Kuranit dhe Sunetit. Rasulullah në ditë mexhlis duke fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njerëz që i thirrën në fe dhe nuk e pranonin fejen, dhe nga dëmshmëria ishte duke tregu për pasojat, gjunahet në ahiret. Gjunaçari, nëse ai çka punon kamate ka këtë gjuna, ai çka pin alkool ka këtë gjuna, ama diçka është në detaj. Pejgamberi ka qenë pejgamber, por ka pas zemër sikur na. Prej dëmshmërisë madhe, ai filloi me çajt nga dëmshmëria për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për krejt neve deri në ditën e Kiametit i rrëdhshin lot. Pa e ka pas zemrën më të pastër. Ai ka kajt për zemrat të cilat i njollosin me pika të zeza dhe me gjunahe. Edhe sahabët u prekën nga emocioni pejgamberit asem kur e pan, ja Rasulullah, çka, qysh tek e pan. E pan dëmshmërinë se zemra e pastër e ndjen dhemjen, nuk ban na mu gëzu me gjunahin e vllavit tan. Nëse dikush pi vllaznive to, pi shokëve to, pin alkool, pi sot çka thuaj o vlla, leje këtë punë se kjo është haram. E bani punë shumtume, o vlla, kjo është haram. E shet dikan jashtë xhamisë, o vlla, hajde në xhami. Ditët më të mira të ibadetit, hajde se janë 10 natë të Ramazanit, hajde ta madhrojmë Allahun, ta çelmi një faqe të re. Ç'kjo është imani jon? Ç'kjo është zemra e cila ndjen djemshmëri dhe rrjedhin lot. Kjo ka qenë loti i pejgamberit. Kjo ka qenë zemra e pejgamberit alayhis salam. Prandaj ne jemi ummeti i tij, duhet të na dhim zemra për gjunahet që i bëjmë. Allah i na fal, ya rabbel alamin. Do të më të rrjedh loti për gjunahet të tua dhe të tjerëve. E lutim Allahun e madh që neve dhe juve, Allahu t'i pastron zemrat në këtë Ramazan. Është shans për me ndryshu zemrën, me pastru zemrën, me u nënshtru Allahut me tobe, me istighfar, me kathrat sujud, me shumë sejdë, me shumë lutje. E lutim Allahun me emrat e tij të bukur që Allahu t'i pranon lutjet tona. Allahu t'na fal, Allahu t'na mëshiron, Allahu nasib jannat al-firdausin t'na ban. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.